Ai zoti Rama kërkon të nxjerrë në atë ligjin e ri dhe aty përmendet neni 409, sipas të cilit nëse ti mbron me çfarë do lloj forme qoftë, edhe me shprehje, një njeri të inkriminuar, një njeri që ndiqet nga shteti, ka bërë vepra penale tjera, je i dënueshëm. Kështu thot ligji i ri. Në fakt ky ligj ekziston, është neni 302 i Kodit Penal, po jo për shprehjen, domethënë po t'japësh ushqime, po t'japësh strehim, po ta fshesh nga ndjekja e shtetit e tjera, je i dënueshëm. Quhet për krahje autorit të krimit. Është neni 302 i Kodit Penal. Dhe tani këta kanë nxjerrur 409-ën ku fusin edhe të shprehurit. Nëse për shembull X-i është i ndjekur nga shteti se ka bërë një vepër penale dhe unë them bravo i qoftë atij X-it, unë jam i dënueshëm penal, domethënë presupozohet që shteti ka të drejtë të më ndjekin penalisht. Tani, në këtë kuptim, unë ndjek Edi Ramën penalisht, po e them këtu ashikare fare, Edi Rama është shprehur se, domethënë, ka lavdëruar kontributin e bankës për investime që bën në Shqipëri. Banka duhet ishte në Burg ai Kristian Kanakaris. Ka një vit e gjysmë ai që është në procedimin penal 32/71 të vitit 2022, akoma i pa regjistruar nga prokurorët e Tiranës, lere me për të ekzekutuar. Dhe zotrinj po zhdukin prova, unë kam bërë prap kallëzim penal, kam kërkuar që të ekzekutohet, vendimin nuk lëviz askush, asnjë vend. Pse? Sepse i pari që i merr në mbrojtje është Edi Rama dhe Altin Dumani. Prandaj u thash që Altin Dumani është rrezik maksimal për vendin. Vetëm nga ju apo nga të gjitha zullumet? Po, gjitha zullumet ai të tëra ka bërë së prapthi. Sepse tjetër të thuash që Sali Berisha ka hedhur firmën këtu shtremët, e kupton? Dhe tjetër të merresh me krime të vërteta, me vjedhje, me pastrim parash, me përndjekje, me tentativa për të burgosur njerëz, me vrasje etj. Ato janë të rëndësishme. Ku ti plasi se ka hedhur njerëzit në veprimtarinë e tyre shtetërore, bëjnë dhe gabime, nuk diskutohet që bëjnë dhe gabime. E kupton? Tashi ato të Sali Berishës nuk janë thjesht gabime, janë krime me të vërtet, po ajo struktura atje nuk është bërë për të marrë me gabime. Është bërë për të marrë me krime serioze. Altin Dumani i ka përcjell jashtë strukturës, domethënë i ka hequr nga vetja të gjitha kallëzimet penale që kanë bërë dhe që janë në grupazh. Të gjitha grupazhet ku futen zyrtar të shtetit të çdo niveli duhet të jetonte ai. Po ai edhe hetimet që kam kërkuar unë për Edi Ramën, për Orcian Çelën, prokurorin e përgjithshëm, për Evgjeni Basharin, domethënë drejtuese e Inspektoratit të Lartë për deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesit,